Nëse është e vërtet që fëmijët të shtojnë ndonjë thinj floku më shumë, në të njëjtën kohë janë edhe xhevair që të zgjasin jetën. Kështu rezulton një studim i kryer nga Karin Molling nga Instituti Carolina në Stockholm në Suedi. Sipas studimit, të kesh fëmijë të zgjatet jeta me të paktën 2 vjet në krahasim me ata që nuk kanë. Efektet pozitive të prindërimit janë parë sidomos në pleqëri, kur shëndeti dhe autonomia janë ulur. Në moshën 60 vjeç, ndryshimi në jetëgjatësinë e një personi që ka fëmijë dhe një tjetër që nuk ka është i rëndësishëm. Jetëgjatësia mund të shtohet me të paktën 2 vjet për prindrit dhe ky ndryshim rritet sa më të vjetër që bëheni. Ekspertët kanë analizuar pritshmërinë e jetës për 704.000 meshkuj dhe 725.000 femra, të gjithë të lindur mes vitit 1911 dhe 1925. Duke krahasuar pritshmërinë e jetës nga mosha 60 vjeç, ka dalë se rreziku vdekjes së prindërve të moshuar është gjithnjë më i ulët në krahasim me moshatarët e tyre që nuk kanë fëmijë. Edhe pse studimi nuk individualizon një marrëdhënie shkak-pasojë, rezultatet sugjerojnë se mospasja fëmijë është një dizavantazh për mungesën e përkrahjes, para së gjithash në fazën e fundit të jetës.